Zoti tregoi se Musa u pendua dhe u pezmatua se kishte kërkuar ta shihte Zotin pa I kërkuar leje atij. Por t'ia hequr Musait këtë pezmatim, Zoti urdhëron e thot: "Qale ya Musa inni stafaytuka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataytuka wa kun min ash-shakirin." Zoti tha: "O Musa, mos u mërzit që s'më pe mua. Unë të kam dhënë ty të mira mbi njerëzit, të kam bërë mumtez, të dalluar, me profetësinë e me fjalët e mia, të kam urdhëruar të shpallësh njerëzve urdhrat dhe ndalimet e mia. Pra merr atë që të kam dhënë, mjaftohu me ato mirësi dhe bëhu prej atyre që falënderojnë dhe mos kërkoj gjëra që janë jashtë fuqisë tënde." Fahri Raziu dhe Bejzaviu thonë se thënia e Zotit: "O Musa, të kam zgjedhur e të kam dhënë të mira mbi njerëzit", do të thotë mbi njerëzit që ishin në atë kohë, pasi në kohën e Musait nuk ka pasur ndonjë njeri më të virtytshëm se ai. Edhe Haruni vllai ishte pejgamber, por ai ishte I detyruar të ndiqte sheriatin e Musait, pra Zoti ka zgjedhur dhe e ka parapëlqyer Musain mbi të gjithë njerëzit asaj kohe dhe I ka dhënë atij një sheriat të posaçëm duke biseduar me të pandërmjetës. Pra fraza e lartë përmendur nuk do thotë se Musai është më I virtytshëm I të gjithë njerëzve të botës deri në ditën e Kiametit, sepse është pejgamberi ynë Muhamedi alayhi salam, më I virtytshëm I të gjithë profetëve, çka vërtetohet me argumente kuranore dhe me arsyetime mendore. Bejzaviu tregon se I madhi Musa ka kërkuar të shihte Zotin ditën e 9 të muajit të Dhulhixhe dhe Teurati ka nisur të zbresë ditën e Bajramit të Kurbanit, ditën e Xuma në mëngjes. Në këtë ajet Zoti I numëron Musait 2 mirësi, 1 profetësinë, 2 bisedimin me të pandërmjetës. Për këto mirësi Zoti e urdhëron të falënderoj mirëbërësin, Zotin, me zemër e me vepra. Kjo do thotë që çdo njeri që arrin një mirësi e ka detyrë ta falënderojë Zotin për atë. Zoti me madhërinë e vet tregoi se Musait I ka dhënë privilegjin e profetësisë. Për të shpjeguar profetësinë e tij, Zoti urdhëron e thotë: "Wa katabna lahu fil alwah min kulli shay'in maw'idha وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين." Ne shkruam për Musan në pllaka gjithçka që kishin nevojë për fe, për dynja dhe këto gjëra ishin si vazë dhe shpjegime për gjithçka dhe I tham: "O Musa, merri ato me seriozitet, urdhëroje dhe kombin tënd të marrin nga ato dispozita më të mirat e Teuratit. O bitë e Israelit, do të bëj që ju të shihni vendin e mohuesve, si bëra me Faraonin, Adin dhe Themudin, që të shikoni se qysh janë rënuar ata dhe pastaj nga pësimi I tyre të nxjerrni mësim, ose do t'ju tregoj në ahiret xhehenemin që është vendi I mohuesve, fasikëve." Shpjegime. Fahri Raziu dhe Bejzaviu thonë se në këtë ajet fjala Elwah është për pllakat mbi të cilat ishte shkruar Teurati. Disa kanë thënë se ishin 7 pllaka dhe disa të tjerë kanë thënë se ishin 10. Fraza min kulli shay është për çdo gjë që kishin nevojë Beni Israilët për punë feje e për punë dynjaje, sepse në Teurat ka pasur shpjegime për urdhra e për ndalime, për halal e për haram, për dispozita të fesë e për punë të dynjas. Zoti e ka urdhëruar Musan ta merrte Teuratin me seriozitet, sepse ndryshon kur njeriu e merr punën me shpresë të ftohtë e me qëllim të vishkur, lodhet dhe puna I mbetet pa rezultat. Në ajet theksohet se ndër dispozitat e Teuratit ka gjëra të mira e më të mira. Zoti thot Musait I urdhëroi Beni Israilët që të marrin gjërat më të mira. Kjo do thotë që në Teurat ka dispozita me të cilat lejohet të punohet, por Zoti thot: "Thuaj ju Beni Israilëve të veprojnë sipas atyre që janë më të mira." Hazini thot: "Meqense Teurati është shumë I madh, Zoti nuk ja ka bërë mbar kurkujt që ta këndoja të përmendesh përveç Musait, Jushait, Yzerit dhe Isait alayhim selam." Zoti e përfundoi ajetin me premtimin se do t'u tregoj Beni Israilëve vendet e mohuesve, por të treguar edhe se qysh do të veprojë Zoti me mohuesit, ai urdhëron e thot: "Se asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha." Do t'i bëj që të heqin dorë nga kuptimi I ajeteve tona ata lloj njerëzish me ndjemdhenj që ndodhen në faqen e dheut, ata edhe sikur t'i shihnin ajetet tona nuk I besojnë. Wa in yaraw sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila dhalika bi annahum kadhabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Ata edhe po ta shohin udhën e mbar nuk e ndjekin atë, por po të shohin udhën e humbjes, dalaletit, me njëherë ndjekin atë. Ndjekja e udhës së keqe vjen nga shkaku se ata I përgënjeshtruan ajetet tona dhe janë krejtësisht të shkujdesur ndaj tyre. Në këtë ajet të madhëruar tregohet se madhështia pa të drejtë është e keqe dhe është shkak dënimi me ndëshkim.
por prej ajetit nënkuptohet se madhështia me të drejtë është e pëlqyeshme, për shembull, madhështia e atij që e ka të drejtën në dorë, kundrejt atij që nuk ka të drejtë, edhe madhështia kundrejt atij që mbahet me të madh është veprim i pëlqyeshëm. Këtë kuptim e përforcon fjala e pejgamberit të madhështohesh përballë atij që madhështohet pa të drejtë si t'japësh sadaka. Kurse madhështia pa të drejtë është vesi i keq dhe është prej fajeve të mëdha. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون dhe atyre njerëzve që përgënjeshtrojnë ajetet tona dhe takimin e ahiretit u anulohen punët, ata nuk shohin dëshkim tjetër përveç se punëve që kanë bërë. Kuptimi: atyre që i përgënjeshtrojnë ajetet tona dhe mohojnë ditën e Kiametit, u anulohen punët e mira që kanë bërë në dynja, pra prej atyre punëve ata nuk shohin asnjë dobi. Kjo do thotë që nëse nuk ke besim, asnjë punë nuk të quhet e dobishme. Zoti me madhërinë e vet tregoi se atyre që përgënjeshtrojnë ajetet dhe mohojnë ahiretin, u anulohen punët e mira, për treguar edhe një lloj përgënjeshtrimi që është bërë vepër e Ben Israilve, të cilët pas udhëzimit për në rrugën e drejtë hidajetit, pëlqyen rrugën e humbjes, dalaletit. Zoti urdhëron e thotë: "Wattakhadha qawmu Musa min ba'dihi min huliyihim ajlan jasadan lahu khuwar alam yaraw annahum la yukallimuhum wala yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin." Mbasi Musa i shkoi në Tur kombi i tij Samiriu me shok, bën një shtatore viçi prej stolive të florinta që kishin. Ata filluan ta adhuronin shtatoren me fjalët e Samiriut, a nuk e pan ata se i viçi as nuk u fliste e as nuk i drejtonte në ndonjë udhë. Ata e morën viçin për Zot dhe u bën prej keqbërësve. Sepse e morën për të adhuruar një trup pa shpirt që nuk ishte aftësi as të fliste e as të drejtonte ata në ndonjë udhë të mirë, kurse i adhuruari duhet të ketë patjetër aftësinë të urdhërojë, të ndalojë, të udhëzojë në rrugën e mbar. Shkurt, të adhuruarit duhet t'i vijë përdore dëmi dhe dobia dhe të ketë aftësinë të kryejë çdo gjë. Kurse viçi që filluan të adhuronin Ben Israil s'kishte fuqi për asnjë lloj gjëje. Për këtë çështje janë dhënë shpjegime gjëre gjatë në surën Taha, prandaj nuk po i përsërisim këtu. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Kur e pan se kanë humbur udhën, u penduan shumë dhe thanë: betohemi nëse nuk na mëshiron Zoti ynë dhe nuk na e fal fajin, me të vërtet jemi nga të humburit. Bejzaviu dhe Fahri Raziu thonë se fraza suqita fi ejdihim është një proverb që përdoret në kuptimin u penduan preraz, ose ejdihim, duart e tyre është për veten e tyre. Atëherë kuptimi i ajetit është: pendimi i ra në veshët e tyre dhe i rrethoi krejtësisht, domethënë i mbuloi pendimin nga kokat e këmbët. Zoti, për të treguar se kur e dëgjoi Musa i krimin që kishin bërë Ben Israilët, erdhi me një zemrim të madh, kritikoi të vllain dhe pasi ra zemrimi, ju lut Zotit për këtë. Zoti urdhëron e thotë: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بالأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Kur Musa u kthye i zemruar e i hidhëruar te kombi i tij, tha: sa zëvendës të këqinj u bët mbas meje, mbasi shkova në Tur, mos kërkuat që t'u vinte me ngund dëshkimi i Zotit, vori në tokë pllakat e Teuratit dhe e kapi të vllain duke tërhequr nga vetja, sepse kujtonte se ai nuk e kishte ndaluar kombin që të mos merrte viçin për Zot. Vllai tha: biri nënës, mos u zemro me mua, sepse më mposhtën dhe desh më vran, nuk ma dëgjuan fjalën. Mos i gëzoar miqt, duke ma bërë kështu dhe mos më barazo mua me kombin keqbërës. Kështu mundua Haruni ta zbuste zemrimin e Musait. Qale rabbi ighfir li wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Kur Musa e mori vesh të vërtetën prej vllait vet, ju lut Zotit: o Zot, më fal mua dhe vllain tim dhe na fut nën mëshirën tënde, sepse ti je më i mëshirshmi i mëshiruesve. Kuptimi: kur Musa i mësoi prej Zotit në Tur se bashkombasit po adhuronin viçin, u kthye prej Turit i zemruar dhe shumë i hidhëruar dhe si për qortim u tha atyre: kur shkova unë për t'ju lutur Zotit, sa gjë të shpifur pas keni sajuar dhe sa zëvendësim të dobët pas keni bërë, qysh u gënjyet prej fjalëve të një munafiku si Samiriu. Unë shkova që të shtohet mirësia për ju, kurse ju e pas keni shtuar humbjen, o sa të marr. Apo kërkuat që ndëshkimi i Zotit t'ju vinte me ngut,
I buri pllakat në tokë dhe e kapi të vllan prej flokësh, duke e tërhequr nga vetja, e i tha: "Përse nuk i ruaj tek ta dhe përse nuk i ndalove dhe përse nuk i tregove fajin që po bënin?" I madhi Harun kundrejt zemrimit të vllait tha: "O biri i nënës, ky kom më konsideroi të pafuqishëm, më mposhtën dhe gati deshën të më vrisnin. Mos i gëzo armiqt, duke më qortuar mua dhe mos më barazo mua me zullumqarët, mos më bëj dhe mua pjesë në zemrimin ndaj teje." Kur Musa i dëgjoi këto fjalë prej Harunit, filloi t'i lutej Zotit: "O Zot, më fal mua dhe fale vllain tim. Na fut nën mëshirën tënde sepse ti je më mëshirues se gjithë mëshiruesit." I madhi Harun, me që ishte vlla prej nëne e prej babe me Musan, me qëllim që t'i zbuste atij zemrimin, i tha: "O biri i nënës, thënia e Musait sa zëvendës të këqinj është mbasi ju lash e shkova për t'ju lutur Zotit, ose është mbasi pat kaq mrekulli prej meje bë të keq? Përse vepruat kështu? Ose është apo u ngutët me ato 40 ditë që kishte premtuar Zoti?"